Sa është normale, me qenë se jemi aty doktor, të lëviz glicemia pas një vakti? Shiko, bëre mirë që the këtë sepse është një koncept tjetër, jo vetëm koncepti i glicemisë si shifër, por edhe variabilitetit ditor midis shifrës më të ulët dhe shifrës më të lartë gjatë ditës. Për shembull, nëse gjatë ditës e shohim në një moment caktuar glicemin të jetë 80 mg për decilitër, sa është mirë të jetë shifra më e lartë. Dhe pranohet gjërësisht që kjo shifër nuk duhet variojë më tepër se 20 mg për decilitër. Për shembull, nëse e ke kapur një shifër 80, 100 do ishte shifra optimale, dhe ky variabilitet për 20 mg për decilitër do ishte optimal për të mos dhënë probleme shëndetësore. Kjo është edhe i ngrënë. Nuk ka rëndësi, po. Pra ti thua edhe pasi jam ushqyer nuk duhet të lëviz më shumë se 20. Më shumë se 20 mg për decilitër nga shifra më e ulët që ke kapur. Nëse ke 90, 110, të themi, ndërkohë që shumica lëvizin shumë. Po, ndërkohë që shumica lëvizin shumë dhe është pikërisht për shkak të vakteve karbohidrative, sepse nëse vaktet do ishin proteinike kryesisht, kjo lëvizje nuk do ekzistonte, ti je i sigurt.